Në emër të banorëve të zonës Lubin, ju drejtohemi juve me dijave për të ngritur një shqetësim serios që ka prekur jetën e të gjithë banorëve të kësaj ane. Prej disa vitesh banorët e kësaj lagje shprehen shqetësimin e tyre dhe pakënaqësinë sa i përket depos për grumbullimin e hekurit Liki Trans, që ekziston prej disa vitesh të tëra në këtë zonë, e duke shkelur gjitha normat ligjore sa i përket ligjit dhe mbrojtjen e ambientit jetësor. Kjo depo, përveç grumbullimit të hekurit, zhurmën që shkakton me makinerinë e tyre, bën edhe djegjen e kablove të ndryshme për të pastruar plastikën nga pjesët metalike. Edhe ndot ajrin në përmasa të mëdha, gjë që me ligj është rreptësisht ndaluar. Pranë zonës sonë të banuar me shtëpi prej disa ditëve është duke ndërtuar një objekt pa leje, konkretisht bëhet fjalë për një restorant të madh dasmash, i cili jo vetëm që shkel rregullat urbanistike dhe ligjore shtetërore, por gjithashtu kërcënon cilësinë e jetesës së banorëve të kësaj zone, duke shkaktuar shqetësime për qetësinë dhe sigurinë tonë. Pavarësisht ankesave tona të shumta, komuna dhe inspektorati shtetëror nuk ka marrë asnjë masë për të zgjidhur këtë situatë. Përmes kësaj letre ne kërkojmë mbështetjen tuaj si media për të bërë publike këtë problem dhe për të sensibilizuar autoritetet përgjegjëse. Ne besojmë se vetëm përmes një ekspozimi më të madh publik, institucionet do të marrin përgjegjësinë e tyre dhe do të ndërhyjnë për të zgjidhur këtë situatë të papranueshme. Problemi me deponinë me këto është gjatë kohësh. Se përpara ka qenë në Saraj, me Sarajt dul ka gati qesh. Mos tu një 7 vite e tepër, ka mund të ketë edhe 10 vite. Sipas meje, që çdo herë i kallin kabla për ta pastruar bakërin, ato i bën, kum pas edhe fotografi përpara, si të mundi t'i gjej do t'ju lishojmë ju fotografitë. Po i kemi thënë edhe me gojë, ka ankesa Ministrit e Ekologjisë, ka ankesa në komuni, kemi dhënë ankesa, edhe përpara kemi dhënë ankesa, por nuk kanë ndërmarrë kur gjë heq. Nuk na kanë thonë kur gjë heq. Sikur për këtë objektin që bëhet shtash, kemi qenë edhe në komunë, kemi qenë për objektin. Ky objekt është në zezë. Dokumentat janë dorëzuar në komunë, po është u punuar në zezë. Edhe jo një restorant, pa edhe një tjetër do të bëhet restorant dashmash. Qofse mendon që për restorant dashmash, s'e bën restorant dashmash, se vetë edhe ligji jep